Salamu alaikum. Am lejot të pres zgjut që ta fali namazin e natës, qofshi, në amanet të Allahut. Amin. Aleikum salam rahmatullah. Lejot, masi ta falesh yatsin, me prit gjysë orë, një orë, pastaj me fal namazin e natës, pastaj me ra me fjet. Ose kundërta, me fal yatsin, me ra me fjet, pastaj me uqu me fal namazin e natës e me prit sabahin. Nuk ka kur farë problemi. Banë edhe opsioni, me fal yatsin, me ra me fjet, me uqu me fal namazin e natës, apet me ra me fjet, apet me uqu për sabah. Po normal, sa ma shumë që komplikon, e ki edhe ma vështirë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam zakonisht ka fal yatsin, pastaj ka fjet, është zgju për namaz natë, pastaj është në mbështet. Është në mbështet pak. Nuk ka ra taman në shtrat që thojme ne. Është mbështet ashtu me rroba i veshur, e ka prit deri sa është thirr ezani sabahit edhe e ka fal sabahin.